Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Vuani nga tensioni i lartë, urgjent duhet të konsumoni këto ushqime çdo mëngjes. Ushqyerja e shëndetshme është një nga mënyrat më efikase për uljen e tensionit të lartë të gjakut. Mëngjesi është një vakt tepër i rëndësishëm për uljen e tensionit. Ky vakt gjithashtu përcakton mbarvajtjen e funksioneve të organeve, mbron në zemrën, por edhe energjinë që i nevojitet trupit. Në qoftë se dëshironi që të ulni tensionin e lartë të gjakut, atëherë duhet që ta nisni ditën me një prej këtyre alternativave të këshilluara prej ekspertëve. Tërshëra. Tërshëra është shumë e pastër me fibër, e cila ju mban juve të ngopur dhe ju frenon ndaj ushqyerjes së tepruar. Nëse e mbani tërshërën në ujë gjatë gjithë natës, në mëngjes do të përfitoni sasitë maksimale të fibrës pa patur nevojën për ëmbëlsues shtesë. Tërshëra mund të pasurohet me fruta, arror dhe njëkohësisht me mjaltë. Kosi. Kosi dhe njëkohësisht qumshti janë burime të shkëlqyera të kalciumit, një prej mineraleve më të nevojshme për uljen e tensionit të gjakut dhe njëkohësisht për mirëmbajtjen e tij në nivele të caktuara. Frutat. Sipas ekspertëve, është e vërtetë që frutat kanë sheqer të pranishëm, por në fakt ai vjen në formën e laktozës, por ato përmbajnë edhe fibër, minerale dhe vitamina. Banane dhe portokallet janë të rekomandueshme sepse ofrojnë kalium, një mineral i cili e mban zemrën tuaj të shëndetshme dhe ul tensionin tuaj të gjakut. Gjithashtu farat e kungullit, farat e linit dhe farat chia gjithashtu ofrojnë përfitime të shkëlqyera për shëndetin, sidomos nëse ato konsumohen rregullisht. Këto fara janë të pasura me kalium, vitamina dhe yndyrra mjaft të shëndetshme. Farat mund t'i konsumoni me tërshërë, kos dhe fruta. Barishtet e egra. Barishtet e egra si për shembull kale, spinaqi, sallata jeshile janë të pasura me kalium. Spinaqin gjithashtu mund ta hani në mëngjes duke e kombinuar me vezën dhe kosin, ose mund ta përzieni me mikser në fruta dhe perime të tjera. Tensioni i lartë i gjakut është një problem shumë i përhapur shëndetësor. Nëse nuk trajtohet siç duhet, hipertensioni mund të transformohet në një problem mjaft shqetësues, madje katastrofik, duke shkaktuar kështu diabet, sëmundje kardiovaskulare, probleme me aftësinë e trurit dhe dështim të veshkave. Shumica e njerëzve të cilët vuajnë nga tensioni i lartë përdorin medikamente tërësisht, të cilat shoqërohen me efekte anësore përfshirë pagjumsinë, marramendjen apo kontraktime të muskujve, por ju mund të përdorni shumë thjesht edhe disa ushqime ose produkte të cilat ju i gjeni lehtësisht në shtëpinë tuaj, siç janë për shembull hudhra, limoni apo uthulla e mollës. Nëpërmjet kësaj video ju do të mësoni për këto receta natyrale të cilat janë jashtëzakonisht efikase kundër tensionit të lartë. Kura e parë është ajo me lëng limoni. Përbërësit janë ujë dhe një limon. Shtrydheni lëngun e një limoni në një gotë me ujë dhe pijeni ato çdo mëngjes përpara se të konsumoni ushqim. Limonët gjithashtu kanë aftësinë të ruajnë fleksibilitetin dhe funksionet e enëve të gjakut, duke ulur kështu tensionin. Kura e dytë është ajo me hudhër. Hudhra përmban substanca sulfuri të cilat kanë aftësinë që të ulin tensionin e gjakut dhe të largojnë toksinat dhe kolesterolin nga organizmi. Këto substanca gjithashtu stimulojnë edhe prodhimin e oksidit nitrik dhe të rregullojnë tensionin e gjakut duke i zgjeruar enët e tij.
ju duhet të konsumoni 2 deri në 4 thelpi hudhër të freskët në mëngjes përpara se të hani ushqim ose përpara se të flini. Hudhra duhet ngrënë gjallë sepse gatimi humbet shumicën e ushqyesve të nevojshëm. Kura e tretë është ajo me uthull molle dhe njëkohësisht sodë buke. Përbërësit janë ujë, një majlugë çaj me sodë buke dhe njëkohësisht një lugë gjelle me uthull molle. Uthulla e mollës gjithashtu përmban shumë minerale të dobishme si për shembull kaliumi, magnezi dhe njëkohësisht kalciumi. Këto minerale janë thelbësore edhe për qarkullimin tuaj të gjakut, si edhe për uljen e tensionit. Përzini një lugë gjelle me uthull molle dhe një lugë çaj me sodë buke dhe një gotë me ujë. Konsumojeni ato 2 herë në ditë për të patur rezultate më të mira. Nëse po përpiqeni që të ulni tensionin e lartë të gjakut, filloni dhe të përdorni këto produkte. Shega është e pasur me antokianin dhe njëkohësisht lëngu i saj redukton disa lloje të sëmundjeve të këqija, ndihmon në uljen e kolesterolit si edhe ul inflamacionin. Gjithashtu mund të përdoret si lëng apo kokrat e saj në sallatë, smoothie ose salca. Avokado, i pasur gjithashtu me potasium, avokado ndikon direkt në presionin e gjakut. Kështu, sipas një studimi të vitit 2023, konsumimi i tij 5 apo më shumë herë në javë ul nivelet e hipertensionit deri në 17%, duke nxjerrë jashtë trupit të gjithë sodiumin i cili dëmton enët tuaja të gjakut. Panxari. Gjithashtu panxari është i pasur me nitrate dhe njëkohësisht lëngu i panxarit ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Nitratet gjithashtu shndërrohen në oksid nitrati që përmirëson funksionin tuaj të enëve të gjakut dhe nga ana tjetër zgjeron enët e gjakut në mënyrë që gjaku juaj të rrjedhë edhe më mirë. Limonët, të pasur me minerale dhe njëkohësisht me acidin citrik, limonët dhe lëngu i tyre, sipas studimeve, ka dalë se janë shumë të mirë për të ulur nivelin e hipertensionit. Çokolata e zezë, e pasur me flavonoide dhe ajo ndikon në uljen e tensionit të lartë të gjakut. Sipas ekspertëve, studimet e mëvonshme kanë treguar se marrja e flavonoideve gjithashtu nga persona me tension të lartë ka ndikuar në uljen e presionit të gjakut. Në këtë grup futet njëkohësisht edhe molla dhe për më tepër lëkura e saj. Gjithashtu, sipas ekspertëve, ju duhet të konsumoni dhe bajame. Bajamet ashtu sikurse edhe arrat apo fistikët, kur konsumohen në sasi të moderuar, me sa duket, ulin tensionin e lartë të gjakut fal antioksidantëve që ata përmbajnë. Gjithashtu, hudhra, nëse edhe ju jeni një fan si hudhrës, duhet të dini se edhe muret e arterieve e duan shumë atë. Sipas studimeve, ka dalë që njerëzit të cilët kanë presion të ulët të gjakut ishin ata që përdornin më shumë hudhrën. Prandaj, nëse edhe ju keni këtë qëllim, me patjetër duhet ta përfshini hudhrën në dietën tuaj ushqimore, sigurisht edhe boronicat. Ngjyra e tyre e errët është si rezultat i antioksidantëve të lartë dhe vetëm 2 orë pas konsumimit të tyre shihet rezultati i lartë i cili do të ndikojë në uljen e presionit të gjakut. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj.
Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.